Ministri, këtu jemi në shëritorin e Tushemishit, e cila është në fazën përfundimtare të shërbimeve, që është një projekt i cili komplementon bashkë me projektin që i ka zhvilluar Fondi Shqiptaro-Amerikan për pjesën e Drilonit, ku ne kemi bërë shëritorin dhe molet, ndërkohë që punimet janë në përfundim. Ajo që është e veçantë në këtë projekt janë 58 ndriçues, të cilët janë ndriçues inteligjent. Pra ndriçimi ka sensor ajri, ka informacion për turistët, ka kamera në çdo shtyllë ndryqimi dhe ka dhe informacion me touchscreen. Dhe që mbyll gjithë të investimin bashkë me rrugën për jemi në një garë midis Korçës dhe Përgadesit gjithkohës edhe Gjakolli duke u ankuar vazhdimisht pse Korça merr kaq shumë, pse Korça merr kaq shumë, ashtu but ka arritur të marrim duket më shumë. Përgadesit edhe me forcat të komanduar për ruetur nivelin e ujit. Ka rasti që ngrihet uji këtu apo? Ose ulet më shumë, po iku e gjithë siç po ik. Do t'ja lëm këtyre të ujësjellësit portën që ta ketë në mbikëqyrje, sepse ata e dinë edhe nivelin që po në iku më shumë kjo bie dhe burimi i ujit që është. Do për balancim. Po. Kjo është pjesa e Fondit Amerikan. Po. Është bërë shumë spektakolare kjo. Në fazën e dytë do prishim edhe këtë. Do të them vërtetën. Bën goxha prish. Tani duhet përpunuar mirë, duhet pastruar dhe rregulluar mirë dhe rëra. Po. Edhe duhet gjetur mënyra për të antenë shumë të bukura këto mështekna tipike për zonën, për t'i shtuar. Ta kanë në plan të bëjmë edhe këto i rojtë në lamë siç është. Ato janë shumë të bukura. Këtë do ikë. Edhe këtu do mbjell temë tjera përse e ketë qartë. Këtë do ikë, do shkryshë. Ta apë dhe dita do shkryshë rruga që lidhet nga mrapa. Këtyre bizneseve i ngrit shumë vlera. Po, edhe hotele e gjitha. Përgadesit nga 500 euro, 450 euro metri që shishë i ndërtimin tani ka vetëm 1200-1500. Është 3 pishim, 4 pishim. Do mundojmë t'i japim jetë edhe liçenin se këtë keni në banësi me aktivitetet ndryshme, por edhe me mjetët ndryshme, sepse në projektin e KFG Gjermane ata janë në fazën që përpojnë projekt sportiv, do futin portin në qytetit dhe të vishë shëritoria të lidhet me këtë drejtim. Sa gjatë është shëritoria? Besoj që do të filloj nga vjeshtra. 1.1? Po dhe mbas shërbitores, pjesë e projektit ka qenë në rrugë, lidh me doganë. Dhe ajo është jo vetëm rrugë, por ka edhe pistë bicikletas që lidh nga shëritoria, që mund vazhdoj deri në doganën me Maqedoninë e Veriut. Shkruaj po fare. Aniko? Super, shumë bukur. Edhe fshati është bërë shumë lezetshëm. Luticat, fasadat. Sa bukur, ha? Fantastike. Faleminderit. Respekte. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Respekte. Respekte. Mirë? Si jeni? Mirë. Si dukesh? Ma bukur tani. Shumë. Respekte. Si jeni mirë? Shumë bukur.